Në ditën e dytë të forumit të investimeve të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama mori pjesë në hakatonin rajonal të inteligjencës artificiale, duke nënvizuar avancimin e Shqipërisë në teknologji si një arritje që frymëzon dhe motivon vendin. Ai bëri thirrje 161 pjesëmarrësve nga Ballkani Perëndimor dhe diaspora që të angazhohen aktivisht për të sjellë përfitime konkrete, duke shfrytzuar të dhënat dhe problemet e institucioneve për të krijuar zgjidhje përmes inteligjencës artificiale. Kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres son të inteligjencës artificiale që është vetë inteligjencë artificiale dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda Agjencisë së Ekselencës. Dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Rama theksoi rëndësinë e akseleratorëve dhe të mbështetjes së ministres digjitale Djedha, duke cilësuar këtë si një hap për të zgjeruar trurin e institucioneve me inteligjencë artificiale dhe për të nxitur mësim dhe produkte të reja inovative. Fakti që institucionet tona nuk janë aq të forta sa në perëndim në epokën e risive teknologjike, për Edi Ramën mund të jetë shumë pozitive. Madje duke qenë se burokracia jonë, se strukturat tona nuk janë aq solide dhe aq të sofistikuara dhe aq të rënda sa po themi në vendet zhvilluara si Gjermania apo Franca, atëherë bëhet më lehtë që ne t'i drejtohemi këtyre zgjidhjeve për të bërë kapërcime dhe për të kaluar në fazat e reja të zhvillimit. Dhe natyrisht duke qenë se këtu në këtë pikë fokusohet edhe ambicia për zhvillime befasuese, atëherë kjo ju bën të gjithëve ju jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kryeministri premton mbështetje për të gjithë ata që kanë projekte inovatore.